Që dje këshir shumë e vëmendja, po më pëlqen një gjelan me trenirin Debatik Curi që ka marrë një kohë këtë tjetër të lojës, shihet që ka koncept lojës, shihet se çka dojnë, edhe shihet një dëshirë më e madhe lojtarëve për me lu. Po më pëlqen më shumë që e ka komponu mbrojtjen, edhe me sfusha po luan me qetësinë më të madhe, ka kreativitet brenda saj. Njerë më thaq që nuk po e shoh moshën e tij, po luan me të vërtet jashtëzakonisht mirë, edhe po bën domethënë depërtime ka djathtë që çdo trener kish pas dëshirë me pas një thaq edhe në këtë moshë që ka. Njëjtë është edhe Besnik Krasniqi. Domethënë janë dy lojtarë që më të vërtet ndoshta më katë më thonë që po vjen koha e Pleqënisë, edhe ata ndoshta në një kohë shumë të shkurtër do ta luajnë futbollin. Përndryshe për momentin ata janë në nivel si 20 vjeçar. Pra një Gjilan që e ka udhëhequr gjithë lojën, e ka pas edhe posedimin e topit, një Ballkan që ndoshta për mua personalisht ka qenë loja më e dobët e tyre në këtë kampionat deri më tash, përveç atij golit që u shënu i barazimit, pam që treneri ndryshoi shumë çka, e pa që po don me humb lojën, ndryshoi ishtin 2-3 zavendësime, ku ato 2-3 zavendësime i dhan forcë Sulum, edhe kur e kin një lojtar me përvojë siç është Kryezio, me atë krosimin që bëni të jashtëzakonshëm, pastaj edhe goli ishte një perlë vërtet. Pra një Gjilan që unë për mua personalisht është më katë që dje ka humbë një pik, apo më mirë me thonë 2 pik, përndryshe me lojën që ka bu, me rastet që i ka pas, është dosh të fitoj 2-3-0, edhe pse u shënua edhe një gol prej Trapashticës, po ishte do të thotë anulu për shkak të faullit. Përndryshe një Gjilan që më të vërtet e po e shohim me një tjetër fytyrë, edhe nëse vazhdon kështu Gjilani. A pas ka qenë të Gjilani problemi të trajnerit tash? Po dhe mundohet se çdo trener sjell frym të re, çdo trener sjell domethënë ndryshime strategjike. Pra po shihet që Gjilani pas ka pas nevojë për një trener të ri, edhe treneri i kalum ka mujt me ndodh që po të kishte me ndryshu strategji taktike diçka, kish me i dhënë lojtar. Po ndoshta edhe 2-3 vite ka qenë aty, ndoshta edhe i ka ardhur ai momenti që lojtarët nuk kanë qenë me dhënë maksimumin, përndryshe po e shohim me Debatik Curin që janë të karikuar maksimumin e tyre. Çdo lojtar